Më në fund po e shohim Shyreten pa pigrimin e fytyrën e saj, po duket komplet tjetër njeri. Këngëtarja e njohur muzikës popullore shqiptare Shyrete Beluli ka ndarë së fundi me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një moment mjaft të veçantë nga përditshmëria e saj artistike. Në një postim që ka marrë shumë vëmendje dhe reagime pozitive, artistja e dashur është shfaqur brenda një studio muzikore, duke i lënë të kuptuar se është në përgatitje të projekteve të reja muzikore. Ajo është një nga figurat më të respektuara të muzikës popullore kosovare, dhe çdo lëvizje e saj në rrjetet sociale kthehet menjëherë në temë diskutimi mes fansave të shumtë që e ndjekin prej dekadash. Në fotografinë e publikuar, Shyreta është paraqitur në mënyrë të natyrshme, pa grim, duke treguar një anë më të thjeshtë të njerëzore të saj, larg shkëlqimit të skenës dhe dritave të reflektorëve. Ndër vite, Shyreta ka qenë një ndër emrat më të spikatur të muzikës popullore shqiptare, duke sjellë dhjetra këngë që janë kthyer në hite, që vazhdojnë të dëgjohen me nostalgji edhe sot. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.